Ne kemi pasur vitet e fundit një rritje të aseteve të sekuestruara nga Nespaku ndaj krimit organizuar, që ka shkuar deri në nivelin 30 milion euro, po që për mua është ende në nivelet fillestare, është në hapat e veta të foshnjës, të mënyrës në nivelin e se si ne operojmë. Mos e vazhdo. Nuk e them në nivelin e politikanit. Sepse të flasësh për 30 milion euro të sekuestruar krimit organizuar, kur vetëm një kull e bërë me para të dyshim të bëj 300 milion euro, ku thonë nuk dim ku t'i qojmë lekët sa arka. Ti po më kundërshton duke thënë eksaktësisht atë që thosha unë. Se është 30, është 200. Pra është ende në nivele shumë të vogla, sasia e cila i sekuestrohet krimit organizuar. Nëse ne flasim për banda, për para se sa të shohim vitet e burgu cilët ata dënohen, që me thënë drejtë nuk janë dënuar dhe shumë, dhe rasti i të ndjerit ishte pak. Për para se sa të shohim këtë, duhet të shohim se çfarë ndodh me produktin e veprimtarisë të tyre që është në fakt janë asetet të themu sa gjëra për shifrat. Tani me që ka për shifrat. Unë do të doja që Ministria e Brendshme për herë të parë që doli dhe bëri një bilanc që për mendimin tim si sukseset, qoftë edhe duke përfshirë dhe këtë ngjarjen, ajo nuk ka përgjegjësi se s'ka as 2 muaj aty. Por ajo është në detyrë në një moment. Shkojmë që vitin e kaluar, kur raportoi kreu i SPAK në parlament, tha që kritikoi institucionet e shtetit përgjithsisht, por mes të tjerave dhe policinë, dhe tha vitin e kaluar. Dhe tha, jo dekonspirimi, jo. Tha që na referojnë rastet është në nivelin shumë të ullët rasti i referimeve. Gjera që t'ja çoj policia SPAK-ut. Zotri, është punë funksionale, prit. Si vjetë që ke qenë ti në parlament, me që do statistika, tha ka rënë nga viti kaluar, tha nga raportimi ka rënë referimet e policisë në SPAK, se policia ka antidrog, ka krim ekonomik, ka krim financiar, ka antikontraband, i ka gjitha e polici. Si vjetë, tha, referimet e policisë në prokurorinë e posaçme që nënkuptojnë krim të organizuar, sa ato ka target. Më lërë të mbaroj më buritet. Ka krimin e organizuar dhe korupcionin e ka njëkohësisht dhe zyrtarti ka rënë, tha, me 40%. Kjo është statistikë që ajo duhet të thoshte pse dhe çfarë masash do marrë që policia bojkoton, refuzon, saboton punën e prokurorisë së posaçme. Se ky sot është e krimi organizuar. Ky që u vra sot. Në qoftë se policia do kishte të dhëna dhe t'i referonte prokurorisë së posaçme disa të dhëna, ndoshta do kishte vajtur historia ndryshe. Dhe kjo është problematika. Nuk është problematika e 99%-ve. Se unë jam gazetari vjetër dhe ti e di Bido dhe unë kam bërë shumë shkrime për këtë punën e statistikave. E di çfarë bëjnë këta? Këta bëjnë, do më thënë, e çojnë këtë sepse i fusin gjitha në një thes, po jo valla se ka cilësi, ka dhe sasi. Sepse e tha mentori, se dhe mentori është gazetar i të njëjtës lashtësi, që vetvrasjen e fusin në statistikë. Larg qoftë vravave të nun, viktima autori. Iku, u zbulova. U kapën xhepistat, u zbulua xhepisti, u kapa ai që vjet, u zbuluan vajti 5%, 10%. 15 janë këto, tha. Shkrimet e familjes. Por këto 15 që s'janë zbuluar, kanë nga mbrapa. Më dëgjojnë sekond. Po merr një statistikë. Më dëgjojnë sekond çfarë kanë nga mbrapa vetëm kjo vrasje. Mund të ketë nga mbrapa vetëm si pisa e timit 3-4 grupe shumë të rrezikshme. Mund të ketë nga mbrapa një trafik të prishur shumë të madh që fillon në Marok, edhe përfundon në Spanjë, edhe vin lekët në Shqipëri. Mund të ketë nga mbrapa edhe vetë policë të inkuadruar, siç ka ndalë në shumë gjëra të tjera që o kanë dhënë informacion o atje. Dhe mosbardhja e kësaj nuk është një lloj me mosbardhjen e vjedhjes së një banese që i kanë marrë, edhe ajo e rëndë është se çaj kanë gjetur, ja kanë marrë dhe ai s'flegjum. Parti që u kape me paran. Krimi organizuar nuk luftohet duke kapur autorin, duke futur brenda dhe duke lejuar aktivitetin ekonomik. Burimet. Krimi ekonomik luftohet duke mbyllur rubinetin e parave. Ato të gjithë janë brenda, nga soi këtyre vazhdojnë të drejtojnë bizneset e tyre
të pistat Nga të Dubai, prodhojnë nga para dhe Burgu. pastaj i pastrojnë, marrin leje ndërtimi, duke qenë në akuzë, përmes emrave të tjerë, duke qenë Por na në shtrojnë burgje dhe vazhdojnë të drejtojnë. Mentor, dëgjoj, ka një fjali të enkroçatet që ta mbyllim këtë si debat. Po. Ta dëgjosh Bido. Të enkroçatet ka një fjali të këtij Suel Çelës, që bisedon me këtë tjetër kur diskutojnë për kështu. Dhe ishte periudha që ishin futur në punët e shtetit, me spitalin, kishin marrë spitalin, me punë nga Tendera. këto. Dhe i thot, në kot merremi me atë të bardhën, i thotë. Kjo është punë, i thotë. Kjo është Tu ka lek. E kupton? Dhe që të merresh me këtë lloj pune, kë burim këtu është e bllokuar. Prandaj spaku s'ka për të patur asnjëherë sukses. Do luftoj i godet. Vërtet kanë ikur janë fshehur në Dubai etj sepse por në qoftë se këtu nuk bashkëpunojnë institucionet, në qoftë se si u pritet rubinetit, e lejet e ndërtimit, të punët publike, Një kompani të gjitha, të shteti, pra, të politika, ne kemi luftën e humbur me 1.000 euro buxhet, merr leje ndërtimi për një projekt që bët 200 milion euro. Tash nëse nuk ndiqet këtu paraja për krimin organizuar, këto historira do vazhdojnë, nuk do prodhojnë shumë statistika, por ndërkohë nga mrapa kanë lumë parash. Dhe kur nuk vrasin se ruhen nga njëri tjetri. Nëse nuk vrasin njerëz, vrasin ekonominë, se kriminalizimi i ekonomisë nxjerr nga tregu biznesin e ndershëm dhe pastaj historia është me efekt të gjatë prapa veprus.